Për bashkëpunëtorët, imamët, mutevelit, këshillat e xhamive dhe besimtarët në përgjithësi, muftiju i Tetovës, Selver Efendi Xhemaili, organizoi pritjen tradicionale për Fitër Bajramin për të uruar dhe përgëzuar me rastin e kësaj feste. Natyrisht, në këtë pritje tradicionale nuk mungoi shpërndarje baklavas për mysafirët, të cilët patën mundësi të uronin njëri tjetrin dhe të bisedojnë e kuvendojnë rreth 30 ditëve të Ramazanit, por edhe për atmosferën festive gjatë Fitër Bajramit. Shfrytëzoj rastin që ti falenderoj të gjithë hoxhallarët, imamlerët që kanë qenë aktiv gjatë muajit të Ramazanit dhe kanë kontribuar në formën më të bukur dhe më të mirë, gjithashtu edhe këshilltarët e xhamive në krye me mutevelit për angazhimin e tyre, arkatarët e xhamive me rastin e organizimit të tubimit të sadakatul fitrit dhe zekatit, duke e lutur Allahun fuqiploq të gjithëve, Allahu t'ua bëj kabul dhe t'ua pranoj. Sot kishim rastin që bashkërisht në të urojmë njëri tjetrin dhe të shijojmë baklavan e Bajramit. Edhe njëri falenderoj të gjithë ata që morën pjesë dhe i uroj për festën që ta kalojnë në formën më të bukur bashkë me familjarët e tyre. Në ambientet e qendrës për shërbime fetare dhe sociale, televizioni Koha regjistroi edhe ardhjen e kreut të komunës së Tetovës, Bilal Kasamit, në shoqëri të zëvendësit të tij Albi Qamelit, por edhe të deputetit Adnan Azizit, të cilët uruan miftyun dhe besimtarët për festën e Fitër Bajramit, duke dëshiruar që kjo festë të kalojë në atmosferë dhe harmoni familjare dhe solidarizimit ndërnjerëzor. Tashmë është bërë traditë që krerët e institucioneve fetare të organizojnë pritje për festën e Bajramit, që përveç shijimit të baklavas pasqyron edhe nderin dhe respektin për të gjithë besimtarët për sakrificat gjatë muajit të Ramazanit, por edhe për të shijuar frytet me festën e Bajramit.